Banorët e 7 fshatrave në njësinë administrative Suç në bashkinë e Klosit kundërshtojnë ndërtimin e 2 hidrocentraleve. Ata kanë zhvilluar disa protesta deri tani ndërsa shprehen se janë totalisht kundër ndërtimit të këtyre 2 hidrocentraleve, pasi sipas tyre shkatrohet ekosistemi, nuk do të ketë ujë të pishëm dhe përvaditje. E vetmja pasuri që ka Kurdaria është ky pru. Me këto ne jetojmë, me këto majmë bлекtori, me këto majmë çdo lloj gjoje që kemi këto. Po të mos ketë ujë, fshati është i maru. Me amor dhe atë ujë, i gjithë fshati duhet të vdesi, se pa ujë nuk ka jetë. Antari i Këshillit të Bashkisë Klos Gentian Gjina i tha se futja e ujit në tuba për hidrocentrale do të ishte fundi i jetës në këto fshatra, ndaj do të përdoret çdo mekanizëm për ta ndaluar. Ne jemi mbledhur këtu për të kërkuar pikë pari më shumë transparencë. Si ndërtohen, ku do ndërtohen, kush do ndërtojë, çfarë projektesh janë, që banorët janë aq shumë të irrituar për faktin sepse të gjithë banorët në masë dërmuese pretendojnë se u rrezikohet ujë i pishëm dhe ujë vadic. I pranishëm në këtë protestë ishte edhe deputeti Agron Mala, i cili deklaroi mbështetjen e tij ndaj banorëve, si dhe u shpreh se do të kërkohet anullimi i gjithë procedurës për ndërtimin e 2 hidrocentraleve. Unë jam së këtu me banorët, do të nisim një nisëm për të shkuar deri në fund këtij procesi, sepse shihet që ka parregullsinë dhe gjërat publike në këtë proces, për të shkuar deri në fund dhe për ta pasur si është në të vërteta e këtij procesi. Banorët paralajmëruan vijimin e rezistencës së tyre si dhe kërkuan nga institucionet vendore qendrore të ndalin zbatimin e projektit.